lideri prim vendit kur është më së vështirë në rrethanat që krijojnë për të arritur objektivat dhe ecë bashkë me shtetin pa xhelozi të arritjeve të bashkëkohanikëve. Lideri thot po, por dyshuesit me shumicë thonë ndryshe sepse ka vështrim dhe koncept afatgjat për qëllimin. Shkruar nga Ramiz Ladrovci. Ka apo nuk ka lider Republika e Kosovës në muajt e vitet që po përjetojmë? Nga rezultatet e qeverisjes dhe gjendjes së shtetit, vërehet mungesa e liderëve që e kthejnë motin në favor të Kosovës. Pse kemi mungesë të liderëve? Sepse liderët aktual nuk e kanë në konsiderat strategjinë për rrugën që ka marrë Kosova, nevojat e shtetit dhe emergjencat për veprim në favor të interesit qytetar, por shikojnë përfitimet afatshkurtra, egot personale dhe civite mangëta që po presin plotësim. Lideri prin vendit kur është më së shumti në rrethanat që e krijojnë për të arritur objektiva dhe ecë bashkë me shtetin, pa xhelozi të arritjeve të bashkëkohanikëve. Lideri thot po, kur dyshuesit me shumicë thonë ndryshe, sepse ka vështrim dhe koncept afatgjat për qëllimin. Lider është personaliteti i cili nuk ja ka frikën aksioneve të para të armatosura, vendimit për fillimin e luftës çlirimtare, nuk i friksohet çarmatosjes së ushtrisë që i priu, nuk i friksohet shpalljes së pavarësisë dhe melimit të ushtrisë, nuk ja ka frikën integrimit të 7 apo 8% të minoriteteve të institucioneve e shtetit, nuk ja ka frikën e emërimit të ministrave nga radhët e pakicave në qeverinë e shumicës, nuk ja ka frikën armiqve që i mundi me luftë dhe me demokraci, nuk friksohet të përkulet para varrezave të viktimave të kombësive të tjera, nuk ja ka frikën fjalëve tradhtar i shitur apo spion, sepse ka identitet, vlera, vepra dhe karakter të liderit nacional, pas të cilit qohet shumë pluhur. A ka Kosova sot lider? Nga klima politike shihet se kemi kryetarë të subjekteve politike, kryetarë të shoqatave, organizatave dhe asociacioneve të ndryshme, por Kosovës i mungon lideri që e kthen motin e mirë me diell. Kur i duhet Kosovës e sjell shiun, kur i duhet tokës së Kosovës dhe sjell borën, kur i duhet grurit të Kosovës. Ata që do të duhej të prinin Kosovën, po i pengon historia dhe narracioni i armiqve të Kosovës. Të tjerët që kanë dëshmuar liderizëm nuk po e marrin besimin nga narracioni i ngjashëm. Derisa të kemi prijës që i friksohet hijes së vet, Kosova jo që në vend numëro, por po ecën mbrapa. Padrejtisht Kosova dhe ne qytetarët që e kemi merituar prapa kthimin. Kosovën në çdo kohë ka nxjerr nga gjiri i vet dal zotësit sipas nevojës, prandaj betejë për të prirë proceseve pritet të fillojë. Adetaret që e duan Kosovën dhe e barazojnë me jetën e vet, pritet të rireshtohen. Dështakët kanë emër, sa më parë adetarët rireshtimin.